Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet. Shqipëria do të ketë parlamentin dhe qeverinë e re prej ditës së nesërme, datë 12 maj, por çfarë do të prodhojnë këto zgjedhje, cilat janë projeksionet e pritshmëritë, për këtë do të flasim me zotin Ylli Rakipi, drejtuesi i emisionit të Pa Ekspozuarit, një nga gazetarët me më shumë përvojë që ka pritur dhe ka përcjell mjaft të zgjedhje. Zoti Rakipi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Ju në 12 vite, opozitë që s'mbahet me gjur ka qenë PD në pushtet, keni ndryshuar mjaft televizione. Tani për ta nisur dhe me i batut, ka më shumë shanse që ndryshojnë prapë televizion apo të vinë PD-a në pushtet? Po varet nga sjellja e pronarëve tani, se pronarët janë njerëzit që komandojnë televizionin në çdo pikpamje. Ktu, domethënë, ligji është bërë i tillë që nuk ka më disa pronarë që përbëjnë ka një televizion, qoftë dhe valët më të rëndësishme që janë televizionet kombëtare, por i ka një familje. Ato i kanë rritur aq shumë sa një familje ka krijuar edhe 20-30 televizione brenda një harku, brenda një televizioni. Kështu që varet, pronari që un kam tani në këtë moment është një njerëz që më ka pranuar dhe po më nes pas se mund mos pranoj. Nuk varet nga pronari gjithmonë. Vjen pronari tjetër, i duhet ti pronarit. Për shembull, po themi emision investigativ, po themi me problematika të meraj, kur nuk është mirë me qeverinë. Pastaj, pas 4 muajsh nuk i duhesh, sepse rregullohet me qeveritë me të gjitha dhe domethënë je në thundrën e pronarit. Këtu bëhet çfarë duan pronarët. Kështu që nuk duhet ta bitemi fare. Me qeverinë shkojnë përgjithësi, pjesa dërmuese, opozita kur s'ka, krijon një televizion të vetin, siç kemi pamjen tani, që e mban aty, një televizion familjar, ku mblidhen edhe flasin, ditën atë aty për rëndësinë që kanë, dhe kaq. Të tjerat i ka qeveria. Zoti Rakipi, duke mbështetur tek terma që keni përdorur ju, cila bandë është më e dëmshme për shqiptarët? Tani çdo bandë është e dëmshme, me thënë drejtën. Me dëmshme është kush është me rrezik, kush është me fuqishme. Tani që të themon, ti si e shkruaj tani, gjëra të dallueshme janë këtë vend të udhëheqin, domethënë tani janë edhe gati bashkë, dhe bandat duket sikur nuk funksionojnë janë bashkë. Në një band të vogël kështu e marrin siç ato që kam thënë unë dikur, e marrin edhe nuk është ai tani, ky Ilir Meta për shembull, po themi, është në Borg. Të tjerat funksionojnë, secili dhe rëmbejnë dhe ndajnë sipas mundësive që kanë. Domethënë sipas madhësisë. Është më i madh më shumë elefanti. Është më i vogël. Ferë me kafshëve është. Zoti Rakipi, po tek krejat, keni besim që mund ta çajnë sistemin, mund të jenë ndoshta vendimtare tek 69-70 apo reformimin e qeverisë, apo nuk do ta arrijnë edhe këtë? Unë të rinjt mendoj që nuk duhen provuar, e kupton? Ka të rinj shumë çuditshëm që thonë që duhet ikin këta të vjetit që të vim ne. Ju keni pasur një debat me Shabanin për këtë? S'do të përmendem, se është fushat zgjedhore të gjithë. Debati është kështu tani, Shabani thatë jo e ka je, po Shabani është një njeri që duhet të shkojnë në zgjedhje, të votohet. Unë jam në punë, ti je në punë. Jemi në punë, marrëdhënie pune, domethënë jemi në punë të përditshme, nuk ka ndryshim shumë të madh. Dhe nuk ka, po ideja e këtyre është që duhet të vim ne patjetër thonë dhe të ikin këta, po që të ikin këta duhet të heqësh me votë. Nëse ata e marrin votën, bravo ty. Mirumtë dhe të vinë të drejtojnë me këtë vend. Ka shumë kohë që ka ardhur, koha për ndryshime të rëndësishme në vendin ku jetojmë, por unë shikoj me pak skepticizëm. Të gjitha përpjekjet që bëjnë, sepse janë përpjekje të vinë nga njerëz të cilët nuk e kanë krijuar atë autoritetin e gjithë, por dhe forcat që janë nuk është se i lënë këta.